që ne do të arrim të kemi një marrëveshje, si e pare punës, ne ende nuk kemi ullur si grup parlamentar, do të thotë në përbërje të 3 partive prej lëvizjes vendosje guxo dhe alternatives të bëjmë diskutimin ton e para për pjesën e konstituimit të institucioneve dhe qeverisë, do më thënë 2 herë radhazi kemi pasur kabinetet të prezentuara me pak dallime të vogla, kryeministri ka paralajmëruar se pak a shumë do të shkoj me format të njëjtë me disa ndryshime. Prandaj ato ndryshime ende duhet të diskutohen dhe të bëhen publike. Pastaj, natyrisht që është edhe çështja e presidentit. Që kjo është pak a shumë... Kjo është kabineti propozuar nga kryeministri Kurti për Kurti 3. Pastaj ka disa ndryshime nga në Konjuf Sani. Ka qenë tek ministri i infrastrukturës, është propozu këtu nuk e paske, zotri Besnik Bislimi. Mande është Dimal Bashën. Pastaj e mbajmë ka qenë propozimi që Dimali të vazhdoj në krye të kuvendit, ndërsa të jetë Besnik Bislimi në infrastrukturë. Prap, po të them që këtu mund të ketë disa dallime, cilat i përkasin kryeministrit Kurti. Përfshi postin tuj për shka e një propozu? Pak a shumë në profilin e njëjtë. Po mund të ketë riorganizim? Nëse ka mundësi të riorganizimit apo të sistemi televizjes së dikasterve. Për ashtu se keni pa që ka pas ndryshime në dikaster, do më thënë në 2 propozimet për emrin tim kam qene propozuar si Ministre të Tregtisë, Industrisë dhe Integrimeve Evropiane, që ishte portfoli i zëvendës kryeministrit Bislimi në raport me procesin e integrimit evropian që i binte koordinimin e donatorve, gjithashtu planin e rritjes dhe marrëveshjet për cilat kemi diskutu me Bashkimin Evropian. Pastaj ka pasur ndarje të Ministrisë Kulturës dhe Ministrisë Sportit. Ministria Kulturës është bashkë me Ministrinë e Turizmit në propozim si që ka qenë. Ministria Sportit ka qenë e ndarë. Prandaj gjitha këto duhet edhe njëherë të rishikohen dhe të shihet se a shkoj me formatin e njëjtë apo kemi mundësi të elaborimit. Mirë po, qëka është ka më bështypje që 4 minuta jemi të folë për se tem edhe jemi ka flasim për mundësin që ju si grup parlamentar mu marrë vesh. Që i bjenë që nuk ka me pas kur farë negocimi... Jo, më falje, duhet të vazhdoj. Negocimi me parti tjera. Sa i përket qeveris, është evidente që grupimi parlamentar bashkë me komunitetet jo shumicio sërbe, për jashtë zotin Nenad Rashic, ka mundësi dhe i ka numrat të formoj qeverin, kryesin e kuvendit e kështu me radhë, por gjithashtu që duhet tryezë politike për diskutim për rolin e presidentit e presidentës. Do të tryezë me kret të partive politike parlamentare. Dhe kjo edhe në pajtim, edhe në trajtim të deritashëm është thënë dhe besoj se do të organizohet nga vetë kryeministri Kurti, si kryetari i lëvizjes vendosje, kryetari partisë më të madhe në vend, që natyrisht ti dëgjoj edhe të marrë edhe konfirmimet edhe nga subjektet opozitare. Besoj që zgjedhja e presidentit apo rizgjedhja e presidentes kanë bëjnë me stabilitet të institucioneve. Nuk po flasim do të thotë vetëm për një post, po flasim për mbarvajtjen e jetës institucionale në shtet, pas një viti pauzë që e kemi pasur me qeverinë e detyrë dhe me kuvend të pa funksionalizuar, përkundrejt se e kam thënë edhe një herë tjetër, jemi republikë parlamentare, do të thotë funksionin elementar sipas kushtetutës së vendit nuk kemi arrit ta ushtrojmë, dhe kemi marrë përgjigjen. E kemi marrë përgjigjen shumë qartë nga sovrani, nga qytetarët e Republikës dhe besoj që gjithë duhet jemi të vetëdijshëm për detyrat dhe